Sot është një ditë gëzimi, hedhja e themeleve për një shkollë që është shumë e rëndësishme. Së pari duhet falenderoj Kryepeshkopin Anastas për vizionin e tij për ndërtuar shkolla. Duhet falenderoj dhe Mitropolitin e Korçës, Irisi Anastasin, i cili u mor gjatë me letrat që duheshin bërë, e me shumë gjëra të tjera, për nxjerr leje, për të përgatitur pagesat dhe gjithçka tjetër që nevojitet për ndërtimin e shkollës. Duhet falenderoj gjithë punëtorët, të cilët kanë punuar shpejt dhe kanë ndërtuar në një kohë rekord, dhe inxhinierin Andrea, që i ka qëndruar mbi kokë. Dhe do doja t'ju përmendja dy gjëra që janë nga shkrimi që lexuam. Së pari, Shën Pavli shkruan e thotë, unë hedha themelet, të tjerë ndërtuan. Për treguar që ka një vazhdimsi në kishë. Kisha ka një vazhdimsi të vazhdueshme. Dhe e dyta është paravolia e Zotit për njeriu e mençur që ndërtoi mbi shkëmb. Dhe jo dhe për atë të marrin që ndërtoi mbi rër. Çfarë do thotë kjo për ne? Çfarë do thotë ndërtimi mbi shkëmb? Ndërtimi mbi shkëmb do thotë që ndërton mbi vlerat që vijnë nga mësimi i Zotit. Nëse ne do ndërtojmë mbi këtë, padyshim që gjithçka do ketë sukses shumë të madh. Sepse shkolla nuk është një vend vetëm thjesht për njohuri, që janë nevojshme shumë, mësojnë shumë njohuri në shkollë, por shkolla duhet jetë një vend ku kalitet karakteri, ku njerëzit mësojnë disa vlera, sepse nëse do mësojnë vetëm njohuri, pa pasur vlera, shpeshherë ato mund të kthehen në dëmin e tyre e në dëmin e shoqërisë. Uroj që kjo ndërtesë të ndërtohet mbi shkëmbin që është Krishti, dhe të ju të gjithë keni sukses në shkollë, nxënësit, mësuesit dhe gjithë kisha. Ju falenderoj të gjithë dhe për pjesëmarrjen dhe uroj të gjithë dhe gëzuar për këtë ditë që bën një kthes në arsimin ton, duke pasur një ndërtesë tjetër për shkollën që është aq shumë e nevojshme për nxënësit, për mësuesit, për prindrit dhe për gjithë. Gëzuar dhe për shumë vjet.